Të dashur fermer, dëgjojeni që gonen këtu të hapësirë e blertë. Masi jemi në muaj dhjetor, masi ka përfunduar vjelja e ullirit, do bërë spërkatja dimrore. Kuse unë e mira është gurkali me gilqere. E marim këtë dhe hedhim afër 7-8 orë përpara në një enë me ujë, me një thesë që të tretet. Masi kemi mbushur botin me ujë, i pari hidhet gurkali, se bën reaksion. Pastaj hidhet gilqerja. Raportin e ka 1:2. 1 kg gurkali, 2 gilqere. Edhe për kuntal. Pastaj fillojmë dhe i spërkasim. Edhe po t'i bën këto shërbime, edhe ulliri e kalon gëzuar vitin e ri. Edhe bet kokra kështu pasaj bën vit për vit. Hajde punë të marë e me kratë leta.